Gjykata kushtetuese në seancën e sotme shfuqizoi vendimin për dhënien e miratimit për themelimin e shkollës private të mesme Medresia Isabeu në Kondov, e cila u miratua nga ana e qeverisë më 26 mars në vitin 2024. Në njoftimin e gjykatës thuhet se vendimi i qeverisë është i paligjshëm dhe jo kushtetues, sepse qeveria ka dhënë pajtueshmëri, përkatësisht ka lejuar që Bashkësia Fetare Islame të jetë themelues i shkollës së mesme gjimnazit. Kjo është në kundërshtim me nenin 7 të ligjit për arsim të mesëm, i cili ndalon organizim fetar si dhe veprimtarin dhe theksimin e simboleve fetare në shkollat e mesme. Gjithashtu, përmbajtja e vendimit nuk është në përputhje me amendamentin 7 të kushtetutës, sipas të cilës bashkësitë fetare mund të themelojnë vetëm shkolla fetare, në të cilën ligjërohet edukimi fetar, pra predikohet dhe mësohet një religjion konkret. Gjykata kushtetuese solli vendim për vlerësimin e kushtetueshmërisë së vendimit të qeverisë në seancën e 26 shkurtit, pasi pranoi iniciativën e dorëzuar nga një qytetar nga Propi Shtypje. Në seancën e sotme, gjykata i pranoi si të bazuara pretendimet e theksuara në iniciativë se me miratimin e vendimit të kontestuar, qeveria ka shkelur dispozitën kushtetuese për ndarjen e shtetit nga çështjet fetare. Sipas kushtetueses, Bashkësia Fetare Islame nuk ka të drejtë të themelojë shkollë private, sepse kushtetuta e vendit nuk e lejon një gjë të tillë dhe se institucionet fetare nuk kanë të drejtë të themelojnë gjimnaze. Sipas legjislacionit aktual të shtetit, nxënësit të cilët mbarojnë medresen mund të regjistrohen vetëm në fakultete teologjike, pasi shteti nuk u pranon diplomat dhe me këtë nuk pranohen në universitetet e tjera të vendit. Për këtë, nxënësit por edhe Bashkësia Fetare kanë ngritur zërin për vite me radhë duke kërkuar zgjidhje të problemit, përkatësisht akreditim të medreses. Ish-ministri i Arsimit Jeton Shaqiri vitin e kaluar në prag të fushatës parazgjedhore njoftoi se qeveria ka sjell vendim për njohjen e diplomave dhe me këtë është zgjidhur problemi i këtyre nxënësve.